Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Përmbytet Durrësi, mbyllen shkollat, rrugët në Nuj, disa familje në Kavaleçencë, evakuohen 8 qeli të Burgut të mbuluara nga uji. Mos harron 20 shkurtin, Shqipëria si Venezuela, Berisha thirrje Ramës i jep dorëheqjen. Sot përfundoi afati i Belindës, Bardhi pas refuzimit të Partisë Socialiste për mbledhjen e Këshillit të mandateve, do të përgatisim kallëzim penal ndaj Peleshit. Rjeti investigativ Birn shkruan si e pushtoi krimi organizuar shqiptar tregun europian të kokainës. Gjendje të jashtëzakonshme në Venezuelë, nis goditja ndaj gazetarëve dhe opozitës. OKB debate për Venezuelën, SBA energjia jo në duart e një presidenti të paligjshëm. Protestat anti-qeveritare, val arrestimesh në Iran, Trump ofron mbështetje për protestuesit. Njihemi tani mëngjesisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Qyteti i Durrësit është përfshirë nga rreshje intensive shiu gjatë orëve të natës dhe vijojnë edhe ditën e sotme. Situata është dramatike nga përmbytjet në shumë zona. Për më tepër do të lidhemi tani me gazetarin ton Osman Stafa për të parë nga afër situatën. Osman, të përshëndes, në çfarë zone të Durrësit ndodhesh që është një liçen i krijuar pas teje dhe si duket situata me familjet e përmbytura aty? Ronaldo, të përshëndes, jemi drejt për drejt nga Këneta në Durrës, ku unë do të shpjegoj, do të jap përgjigje gjithë pyetjeve që ke, por fillimisht do zhvillojmë një intervistë, duke qenë se edhe djem që unë kam në krah do të largohen, duke qenë se do duhet shkojnë drejt familjeve të tyre. Jemi në Kënet, si ka qenë situata ditën e sotme këtu? Situata sot ka qenë shumë vështirë, nga ora 7 deri më tani ka qenë shumë keq. Shumë shi dhe duam në zjarr fikse ne me pompë që ta nxirrim ujë se kemi avllit plot me ujë. Do të shkojmë market, diçka të marrim, kemi fëmijë të vegjël, s'u dalni vetëm me çisme. Ishim për të vajtë fëmijë të kopsh, nuk i çum. Çdo gjë. Shumë rënduar, pra shumë keq. Nuk dim çfarë me bën, nuk di. Do ndërhyrja nga shteti këtu. Po, tek pjesa këtu i kemi. Po e njëjta gjë siç është këtu, siç është kjo pjesa këtu, kështu e kemi edhe tek shpitona. Nuk e dim. Çi premgjesit ka ardhur dikush të pyes për nevojat Jo, e jo. keni? Kanë ardhur një ata të bashkisë si sot. Shoku im. Pra zgjidhen gjë. Po e njëjta gjë, e njëjta gjë, prapë. E njëjta gjendje siç e shihni vetë. Nuk e di se çfarë do bëhet, jam i shumë keq. Si e keni bërë sot, sepse më thatë që uji ka hyrë në shtëpitë tuaja? Çfarë do bëjmë? Me tha. Po, do shkoj dhe andej. Si janë dhe njerë ma thuaj se jemi drejt për drejt. Kë semafori ma tonë kish Këneta, mbi 1 metër ujën në për shtëpia. Unë jam i pari që kam në ujë në shtëpi time, edhe gjithë shokëve. Po, më ta një këtu, se këtu prap s'ka ujë shumë. Po, do kalojmë dhe ndene, se sa po kemi mbritur. Edhe do jem unë atje, edhe në rrugë nuk kalohet në asfalt me makinë. Nuk kalohet? Ja. A ka ardhur dikush për nevojat? Asnjë s'ka ardhur, asnjë mu më përmbyt gjithë shtëpia. Gjithë shtëpia. Nga që të pashtu. Po, ne do të shkojmë atje, do të vijojmë. Do të kalësh semaforin drejt. Po. Dhe të kalësh i qendër shëndetësore me qendër shëndetësore. Me familje, me gjitha, me biznese jam mbyt. Po si po ja bëni, çfarë po bëni ju? Janë ditë pikës. Qarë, kam shku, kam marrë punëtorët, unë sande jam jashtë. Unë shpitime jam jashtë. Dhe të vitët nuk futët, dhe të fusë në shpitime unë ti. Dhe të filmesh. Do vi. Po s'futësh dhe futësh deri Do të futem nuj. bashkë me ty, sa të hysh ti do hy dhe unë. Në rregull, në 4 e gjysë jam atje unë. Po të pres poshtë. Atje jam ke semafori Po, poshtë. do të pres, faleminderit. Ki fugon është. Atëherë kjo ishte një tjetër intervistë që është zhvillua me një tjetër zotëri i cili na deklaron se në një pjesë tjetër të Kënetës që ne do vijojmë të bëjmë rrugtimin ton me ekipin e News 24, do të shikojmë edhe atje situatën, por ishte një intervistë që thoshte se uji ka hyrë në shtëpitë e tyre dhe nuk ka pasur asnjë lloj ndihme nga organet shtetërore. Sikundër po flisnim edhe për rastin tuaj të ditës sotme, ku ju thatë gjithashtu se jeni në pra ujë. Me thasë se kemi po e presim, bëjmë prita, me thasë që mos na hyjnë akoma s'na ka hyrë ujë di brenda, po jemi, nëse vazhdojnë shirat gjatë natës, rrezikojmë. Pra keni vendosur thas për të penguar ujë.
Sa që keni fëmijë të vegjël. Po, pra, kam fëmijë të vegjël në shtëpi. Ka 6 muaj, 2 vjeç. Çfarë më bë? Do ndim në shteti alla. Pra këtë po doja të ndalasha, thirrja juaj ndaj institucioneve shtetërore. Do ndim pra, me gjendjet që jemi ky se ka fëmijë të vegjël. Deri tani nuk na është futur i brenda, po jemi kështu, si tha, por ashinë na hyru i brenda. Diku 10 centim ma shujnë me thas me rar, tani verë thas me rar. Mos vënuj tek porta. Pra një zjarr fikse thatë është e nevojshme, çfarë do të zgjidhte tek ju? Një zjarr fikse mund ta hiqte ujin, ta shumë mund të zhbllokonte pak, se këte nuk ka banesa, kupton, këte nuk ka se bën ai do madh. Ku e di unë çfarë mund bënte zjarr fiksja, diçka të tillë. I din më mirë se ne çfarë do themi, ja kupton, se mund të zgjidhni diçka. Të bëj një pyetje, sa kohë keni që jetoni në këtë zonë? 20 vit asnjë kështu. A ka ndodhur ndonjëherë? Ky ka rreth 20 vit, unë 2017 do kam marrë. Hajde këtu. Unë kam qenë, po thënë 2000, 2002 këtu që kam marrë asnjëherë kështu. Pra, Ne u bukzum, u shtruan rrugët para një viti, thamë tash që u rregullum, tash u mbytën. pra nuk ka ndodhur Jo. prej 2002-shit që Jo. jeti këtu, nuk ka ndodhur një situatë e Jo, tillë. asnjë. Po, tani Ka rënë po pyes, kaq. Po se gjithmonë ka rënë shi. Po pse mendon se ka ndodhur këtë herë? Çfarë nuk ka funksionuar? Se din ndoshta kanalet s'janë pastru. Disa thon është hapur diga aty rezervuarit. Rezervuari, është hapur rezervuari. Kështu thon, nuk kemi qenë. Disa thon nuk punojnë hidrovort, disa thon janë bllokuar pusetat. Kush po e di më këta? Kush po e Fakti di? është se ju ka ardhur ujë tek dera. Po, pra, ja, si banor tu që shef, çfarë mund të them tjetër gjë? Shife, ja, si këtu, ja. Një lloj si këta jam unë. Një lloj si këta jam unë. Çfarë them? Unë nuk flasin, nuk e di, Po pse nuk flasin? friksohen, nuk e di, sikur shkon hallën vet. Nuk e di. Erdhi një bashkisë e pa lagjën tonë ishte pak më shumë, një këtë madh ishin ja dy çuna. I shikoj Pra ata do para, diçka, ju thamë për përfaqësuesi momentin jo. bashkisa po a jemi ofroi duke edhe punuar, ndihma tha, duke për pastruar, familjarët edhe për si fëmijët. Tani këta përfaqësuesit e bashkisë hyjnë brenda apo thjesht shikojnë jashtë dhe largohen, Shkojnë jashtë, apojnë ndihma, çfarë ndodh? Jo, tha, doni ndihmë për momentin, ne thamë për momentin s'kemi, po shikoni, thamë të hapin kanalet, atë çka nuk, po është problemi. Ma kërkuan juve apo do? Jo, neve i thamë atyre, Atyre, po. ata thanë doni diçka, u mbytëm, edhe kaq, edhe ikin. Nuk kam bërë asgjë. Qose ashtu ta telefononin në për numrat kështu. Tani asgjë nuk kam bërë. Po elektricitet ka pasur, drita ka pasur? Ka pas. Ka pasur. Ju falenderoj. Gjithashtu edhe ne. Gjithashtu. Atëherë Ronaldo, siç e thash, jemi në Kënet, ku realisht zona e Kënetës i ngjan një kënete mjaft madhe. Ne kemi arritur të sigurojmë edhe plane me dron ku kuptohet qartë se çfarë ka ndodhur. Intensiteti i shiut është ulur aktualisht në zonën e Durrësit, por ajo çfarë ka ndodhur përgjatë gjithë paradites, që prej mëngjesit në orën 7 e deri rreth 2-3 orë përpara ka qenë e pakonceptueshme për banorët e kësaj zone me të cilët un kam komunikuar. Një pjesë e madhe e tyre nuk duan të dalin pra të flasin publikisht, duke deklaruar se kanë frikën e punrave që ata bëjnë, apo një akmarrje tjetër për pensionet, dhe këto i kam në rrëfime të drejtë për drejta nga vetë banor të Shënavllashit që unë kam kaluar, që gjithashtu ishte një zonë problematike të zonës së Spitalës, që gjithashtu ka probleme, por sidomos e Kënetës, e cila në vëzhgimin e deri tanishëm që unë kam bërë është zona më e prekur deri tani pra nga përmbytje që kam prekur ditën e sotme qytetin e Durrësit. Një pjesë e banorëve deklarojnë se hidrovorët nuk punojnë në kapacitet të plot, duke sjellë që të mos ujë të mos derdhet në sasi të konsiderueshme në det, duke prodhuar përmbytje në qytetin e Durrësit. Një pjesë tjetër deklarojnë se portat e një baseni ujor, një rezervuari këtu janë hapur më shumë, duke qenë se ka pasur prurje dhe ka pasur një kapacitet të madh të ujit, si kundër të tjerë deklarojnë se është edhe faji i mos pastrimit të kanaleve dhe pusetave. Atëherë operatori ynë Klodian Shena do të na tregojë këtë pamje, e cila është thuajse në çdo rrugicë të Kënetës që un kam pra vëzhguar deri në këto momente, uji që arrin në disa centimetra, flasim pra për në 40 cm në pikat caktuara, thonë banorët, apo edhe 50, çka do të thotë se aktualisht
sasia e pra ujit është ulur disi në krahasim me paraditen dhe mëngjesin, ku situata për ta ka qenë mjaft e vështirë. Pra po flasim për zona të cilat janë afër pra pjesë e qytetit të Durrësit, sikundër edhe pjesa apo zonat urbane, sikundër pam edhe intervistën e zotris pak më herët. Por unë kam intervistuar, Renaldo, edhe një person tjetër, besoj intervista mund të jetë gati, e kemi dërguar pra në News 24 të një personi i cili do ta ndjekim dhe intervistën Osman, po përpara se të ndjekim intervistën, dua të pyes, ti ke qëndruar gjatë gjithë ditës në këto zona të përmbytura. A ke parë, a ke takuar përfaqësues të pushtetit vendor, deputet apo përfaqësues të shtetit shqiptar për të parë situatën apo për të ofruar qoftë edhe ndihma për banorët gjatë ditës sotme? Atëherë unë për sa kohë kam qenë pra në këtë zonë, nuk kam parë apo të kem takuar, kam parë vetëm karrotrec të cilët marrin makinat e personave të caktuar, duke qenë se kanë mbetur në ujë. Kam parë ambulanca që kanë lëvizur në për zonën e Kënetës, por publikisht kemi parë që ministri i drejtësisë ka qenë në zonën e burgut të Durrësit, ku në fakt janë edhe disa prej i zyrtarëve më të lartë të shtetit shqiptar, të cilët janë aty në paraburgim apo duke vuajtur edhe dënimin, ku 8 qeli kanë qenë pra përmbytur ditën e sotme, sikundër ka pasur edhe në zonat të caktuara eksponent të pushtetit vendor, por përtej kësaj banorë, siç ne e pam dhe në intervistë, ishte një krejtë rastësore dhe pa komunikuar fare, ndaloi furgonin në rrugë dhe deklaroi se nuk ka ardhur asnjë eksponent i pushtetit vendor e jo më tepër të atij qendror për të interesuar për përmbytjet që kanë ndodhur në zonat e tyre, pra flasim për përmbytje të shtëpive. Çka do të thotë se vetë zotëria i tha që unë ditën e sotme jam jashtë, duke qenë se niveli i ujit në shtëpinë e tij ka arritur një nivel mjaft të lartë. E qartë, mirë Osman, të falenderoj për raportimin edhe për përcjelljen e situatës. Do të ndjekim edhe intervistën që ti na ke dërguar pak më parë në redaksi. Vetëm do ta ngresh pak zërin se edhe pak larg, domethënë po si është situata këtu në Kënet sot? Situata siç e shihni, katastrofë. Më keq ka? A ka ndodhur ndonjëherë kjo? Faktikisht është rasti rrallë. Nga momenti që kur është shtruar, që janë shtruar si rrugica. Po kur janë shtruar si rrugica? Po ka një 6 muaj. Dhe atëherë kanë filluar përmbytjet. Jo, ka pasur një përpara që përmbyt, po jo kaq. Jo kaq. Jo kaq. Kësaj radhe nuk e di. Po dhe vetëm zgjidhja janë këto varka, thuash, gomone, çfarë mund t'i quajmë këto? Po ndryshe s'dalim dot. Kemi fëmijë të vegjël. S'dalim dot. Po dëme në shtëpi? Po dëme materiale. Dëme materiale. Po e kishe menduar ndonjëherë që do ta përdori edhe këtë mjet këtu në lagjen tënde? Po të mendja mbot. Te ka marrë për çunin për ndet. Nuk më shkonte. Po ja që i erdhi momenti që do e përdorim edhe për kështu. Pra është vetëm formë që ju dilni nga shtëpia. Po ndryshe s'dalim dot. Kemi frikë jo nga korrentrat jo nga kështu, më mirë. Elektricitet ka drita? Po ka, po dhe kanë ardhur. Pra keni edhe frikën e kontaktit të ujit me elektricitetin, dëmeve tjera. Po. Po sa i përket ushqimeve, gjëra që keni. Do t'ja di njëri për ne. A ka ardhur njëri një herë? Jo, fare. As t'interesohet fare se çfarë po ndodh. Jo. S'kemi pa njëri. S'kemi dalë që të shohim. Po situata parashikohet që të jetë dhe të vazhdoj rreshtit e shiut. Çfarë zgjidhje do bëni? Zgjidhja ngrejmë durr të lartë. Çfarë do bëjmë? S'kemi çfarë bëjmë. Situatë e vështirë. Po. Keni ndonjë përgjegjësi që të thoni se okay, shiu do bie në çdo vend, por të përmbytet kështu një zonë? Nuk di çfarë them. Nuk di çfarë thoni. S'di çfarë them. Falenderoj. Gjithashtu. Kemi ndjekur këtë intervistë realizuar nga kolegu Osman Stafa pak më parë me një banor të Durrësit. Rikthehemi edhe një herë me kolegun Stafa, i cili ndodhet me një tjetër qytetar në zonën e Kënetës të përmbytur për të parë edhe një panoram tjetër. Osman, si është situata në banesën e zotërisë që ti ke pranë tani? Atëherë Rinaldo, jemi përsëri drejt për drejt, teksa po mbyllim intervistën, ishte një tjetër banor i cili na kërkon që të shkojmë
tek banesa e time, sa po kuptojmë, ndërkohë zotëri, teksa shkojmë bëjmë dhe intervistën së bashku, si ka qenë situata, nëse operatori shena na del dhe përpara, jemi në këtë situatë drejt për drejt. Atëherë, cila është situata sot në Durrës në Kënet, duket më e goditura? Sot është katastrofë. Situata është katastrofë, jemi mbytur. Shkurt muhabeti, ujtë nuk po ikën. Ka qenë orën 8 mëngjesit. Nuk po ikën ujtë. Jemi munduar me forcat tona, kemi bllokuar rrugicat, kemi mbajtur thasme me durina, kemi munduar, kemi bërë pritat, argjinatura improvizare, i kemi improvizuar vetë, argjinaturat, për mos në ardhur ujtë për familjet, po mi po ujtë është i pa përballueshëm. Edhe detyrimisht mundohemi tani me ca çunat lagjes tu, mundohemi që të hapim pusetat, na ikin ujtë edhe nuk ikën. Po institucionet vendore, ku janë? Nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur këtu. Nuk kanë ardhur fare. S'është para asnjë. S'kemi parë në institucione vendore. A ka ndodhur ndonjëherë kjo përmbytje? Jo, nuk më admet. Unë kam 16 vjet që jetoj këtu, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pra këtu po mundoni ju kjo është situata. Kjo është situata. Ja, po mundohemi mos i hapim këto pusetat. S'ka puseta, nuk përcjelli. Kjo nga vërtet situata skandaloze, nëse mund të kalojmë nga ana tjetër, lutem. Tu është katastrofë, jo skandaloze, është katastrofë. Pra këto shtëpit këtu janë të gjitha nën ujë? Nën ujë, siç i shef. Janë të gjitha nën ujë. Dhe një familjar aty që është me qira pak më tutje, është në ujë. Po pret të vinë i zoti shtëpisë, të vinë institucione gjoja të shtetit, që t'i ndihmojnë, se i tha i zoti, ja, mundohen, gjejmë të hapim puseta, ja se kemi hapur pusetën, që të përcjellin ujë. Keni hapur ju pusetën këtu, a? Neve. Diku poshtë ati kemi thyrë një bordurën që t'ikin ujtë trotuarin. Kemi prishur trotuarin që t'ikin ujtë në poshtë, po nuk ikën. Sepse ndodhë kjo, se shikojt ti tani, ande s'ka ujë shumë. Tu kemi ujë. Është ngritur rruga këtu. Na është ngritur rruga dhe ndodhë kjo që ndodhë. Nuk lejon që ujë të kalojë? Po pra. Paktën pusetat, depozitat, këto tubat nuk e përcjellin, po pak të ikin të vazhdojnë në përfusht. Jo, ne të majmë ujë tu. Proponi që ngritja e rrugës kur është bërë ditët e fundit. Vishte shtëpia ime brenda te dera e shtëpisë, unë kam vënë bërë mali me batanie. Me batanie rrugica kështu tapeta i kam vënë aty që mos më ujë brenda shtëpi. Sepse duket se ka arritur goxha centimetra. O shumë, jo shumë. Deri në gjutë. Ujë, deri në gjutë. Kur erdha unë që ande, çizmja nuk e përballon. Është dhe makina, shikoj dhe ke niveli i makinës, makina e parkuar aty. Makina s'është e parkuar, është makinë e prishur ajo, po pra duket niveli për të është niveli e ujit. Ka arritur mbi gjysmë metra. Osman, një nga banorët pak më parë tha që rruga nuk ka shumë kohë që është ndërtuar, është një rrugë e re. A nuk janë bërë kanalizime përpara se të ndërtojë kjo rrugë? Pyeten nëse mund ta pyesësh banorin. Nëse kemi një pyetje drejt për drejt nga studio, kur është bërë kjo rruga e re, a nuk është menduar dhe për kanalizimet, për është menduar, po nuk janë bërë siç duhet kanalizimet. Ktu janë futur vetëm ujërat e zeza. Ujërat kullimet, ujërat e shiut nuk janë bërë. Pra nuk është menduar ndonjëherë se mund. Jo, nuk është menduar vetëm për kjo rrugë kryesore, nuk e di se çfarë tubacionesh kanë bërë. Ja, përcjellje ujit, sa ujë përcjell tuba. Po, ja shikojmë këtë drejt për drejt. Dhe situata flet vet, nuk është nevoja. Themi për pusetën. Situata flet vet. Unë kam 16 vjet që jetoj këtu, nuk ka ndodhur ndonjëherë kështu. Që kur u bën këto rrugë, ka një vit e gjysmë sa janë bërë këto rrugë, ndodh kjo. Dëmet materiale? Dëmë materiale. Tani elektroshtëpiakët ka marrë fund. Ato, se ja, kemi qenë në orën 8 mëngjesit rrim me çizme. Na më mend kam çuar djalin nga njerëzit e gruas time që mos ta kem aty të shtëpia të shikojnë situatën. Çfarë mosha është? 14 vjeç. Për çfarë vande? Ndërkohë që paralajmërohet rreshje të tjera në vijim. Po parashikohen rreshje të tjera, se çfarë do bëjmë, do rrim zgjuar të natën. Ose do hyjmë në shtëpi pa banur, kështu që kalojmë natën. Se s'kem çfarë bëjmë. Kjo nuk përballohet kjo situatë.
Ndërkohë nga ana tjetër institucionet deklarojnë se situata është nën kontroll. Po shikosh reagimet zyrtare nëpër rrjetet sociale, nëpër intervista thonë që situata është nën kontroll. Shumë, po është puna se urrëf, realiteti është ky. Realiteti është ky. Realiteti është ky. Ja. Flasin vetë gjërat. Urdhë, ku është institucioni? Ku është? Pse s'vinë? Kishte ardhur një makinë zjarr fikse për shembull ta trishte ujë ta nxirrte kratitër. Në fakt duket më ulët dhe Është më ulët, ka më pak ujë. edhe nuk bën dëme sepse duket se sikur është një hapësirë toka. Po, ore, mund të ketë dhe ande dëme, se ka familjar, ka Tjetër, po. ashtu, po. Jo, sa neve. Ja, ajo është familja tjetër, shikoja me bluzët kuqe aty, Po. po hyn ke shtëpia, çfarë ti shiko shtëpisë? Ujë. Ujë brenda. Po Po, kjo duhesh- shtëpia këtu që është e para, Kjo është për momentin është e pabanueshme, po kanë të tjerë, kanë të tjerë. të gjitha, gjithë pellgu, domethënë se po, duket sikur janë. shkoni gjithë pellgu poshtë. Janë të gjitha. Të gjitha në ujë. Nuk dalim dot në shtëpia. A keni tentuar ta telefononi zjarr fikse? Jo. E ke tentuar? Është përgjigjur njëri? Jemi foli njerëz, jemi në terren, jemi dhe grupet në terren. Jemi në terren. Dhe nuk ka ardhur njëri. Jo, pra. Grupet Ku do shkojmë pa? ku të shkojmë pa. Do shkojmë parë, ata din vetë se ku do Pra, shkojmë përpara. Renaldo, Ka marrë masat ai. është kjo situata në fakt e vështirë e zonës Kënetës. Unë erdha në Kënet duke qenë se dhe raportimet ishin nga më të fortat, teksa këtu ka nisur edhe tashmë edhe rreshjet e shiut dhe ne do duhet lëvizim për shkak se qartë. kemi problematikën e kamerës për të lëvizur në një tjetër zonë. E qartë, mirë, Osman, falenderoj për situatën që na përcolle sërish drejt për së drejti. Dhe ashtu si që pam, situatë dramatike ka qenë sot në të gjithë Durrësin, ku rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në të gjithë bashkinë, duke paralizuar jetën normale që prej orëve të para të mëngjesit. 10 zona janë bërë të pakalueshme, disa familje janë evakuuar, shkollat janë mbyllur, ndërsa uji ka depërtuar edhe në burgun e qytetit. Ndjekim kronikën e përgatitur sot në këtë qytet. Situatë dramatike në të gjithë bashkinë e Durrësit si pasojë e përmbytjeve të mëdha prej mëngjesit të sotëm në të gjithë qytetin dhe rrethinat e tij. Shiu i orëve të fundit është ndëroi Durrësin në një pishinë gjigande. Në Durrës situata më problematike paraqitej në zonën rreth stadiumit, spitalli, Shkonet, Nishtulla, lagje numër 13 në zonën e plazhit dhe në shumë zona të qytetit që u bën të pakalueshme, edhe me automjete. News 24 filmoi pamje ku një qytetar madje bënte surf në një nga rrugët e Durrësit. Edhe në kalimi i Velierës, një vepër që ka kushtuar miliona euro, është mbuluar nga uji duke e bërë rrugën të pakalueshme për mjetet. Si pasojë e përmbytjeve, 13 familje janë evakuuar nga zona e Kënetës ku prurjet e mëdha të ujit përmbytën banesat e tyre. Këto familje janë sistemuar pranë Kavalishencës. Procesi mësimor është pezulluar në të gjitha shkollat e bashkisë së Durrësit. Gjithashtu janë mbyllur çerdhet dhe kopshtet për shkak të pamundësisë së lëvizjes. Shumë banesa, biznese dhe ambiente nëntoksore janë dëmtuar pasi uji ka depërtuar në garazhe dhe katet e para të pallateve. Përmbytjet nuk kanë kursyer as burgun e Durrësit ku uji ka hyrë brenda qelive. Të paraburgosurit që ndodhen në këtë burg me styre zyrtar të lartë dhe ish zyrtar janë zhvendosur në qelitë e katit të dytë. Ashtu si shihet dhe nga pamjet obori dhe kati i parë i burgut, është mbuluar tërësisht nga uji. Në këtë situatë në burgun e Durrësit ka shkuar dhe ministri i drejtësisë Besfort Lamallari dhe disa persona të tjerë, të cilët siç shihet edhe nga pamjet, janë pajisur me çizme llastiku për të kaluar ujin që ka arritur një lartësi të konsiderueshme. Ministri tha se ka qenë në monitorim të situatës prej orëve të para të ditës së martë dhe janë marrë masat e nevojshme për normalizimin e gjendjes. Janë marrë gjithë masat e nevojshme si lidhur me stakimin e gjithë elektrike në katrin e parë, evakuimin e personave që qëndrojnë pranë këtij institucioni në katët e larta dhe kemi gjithashtu në mbështetje tonë dhe pompat me kapacitet të lartë nga Ministria e Mbrojtjes, njëkohësisht po funksionon plotësisht dhe Komisioni i Emergjencës Civile në Durrës për të garantuar që gjithçka do shkojë brenda normalitetit.
Rreshjet intensive të shiut shkaktuan problematika të shumta edhe në qarkun e Lezhës, duke bërë që 10 hektar tokë bujqësore të jenë në ujë. Situata më problematike paraqitet në zonën e Torovicës. Rreshjet intensive të shiut rikthyen problemet e vjetra me përmbytjet në qarkun e Lezhës. Aktualisht po inspektohen zonat më problematike, kryesisht në fushën e Zadrimës, në njësinë administrative Blinisht, ku prania e ujit ka përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme tokash bujqësore. Bashkia Lezhë njofton se për shkak të rreshjeve të shumta dhe shkarkimeve nga hidrocentrali i VAUTD-s, situata pritet të rëndohet edhe më tej në orët në vijim. Ndërkohë rreshjet me intensitet të lartë kanë shkaktuar probleme edhe në qytetin e Lezhës, ku disa lagje janë përballur me përmbytje që në orët e para të mëngjesit. Si pasojë e pranisë së ujit në oborret e shkollave, në shkollën Kosova është marrë vendimi për pezullimin e procesit mësimor. Situatë e ngjashme paraqitet edhe në territorin e bashkisë Kurbin, ku qindra hektar tokë bujqësore janë në pushtetin e ujit, veçanërisht në zonën e Torovicës. Mosfunksionimi i kanaleve kulluese ka sjellë përmbytjet e para në ulëtësirën e Krujës. Në të gjithë fshatrat hektar të tërë janë në ujë. Kanalet kulluese në fshatrat e Bupqit, Mallkuçit, Murqinës, Bilajt, Dervenit, Gramzës e të tjerë nuk janë pastruar prej dekadash. Konkretisht në njësinë administrative Bupq, disa rrugë, fshatrash, lagjesh, por edhe akse kryesore janë të mbuluara nga uji. Momentalisht këto rrugë janë të kalueshme me mjete të larta, por shirat vijojnë dhe niveli i ujit në përare në për rrugë vijon të rritet. Vlen të theksohet që lumenjt zezë dhe ishëm janë disa metra larg pikave kritike. Rritja e menjëhershme e nivelit të prurjeve të lumit Valbonu bë shkak për nisjen e shkarkimeve nga hidrocentrali i Komanit dhe ai i VAUTD-s. Shkarkimet nga Komani, sipas kryeministrit Edi Rama mëngjesin e sotëm, janë rreth 700 m3 në sekond përveç prodhimit. Shkarkime këto të monitoruara dhe të menaxhuara nga specialistët e hidrocentraleve. Bashkia Shkodër është në koordinim të vazhdueshëm me KESH për menaxhimin e situatës dhe minimizimin e çdo rreziku të mundshëm për zonat e territorit të bashkisë, ndërsa deri në këto momente nuk është evidentuar asnjë problematik. Rreshjet e shiut kanë shkaktuar probleme edhe në zonat malore, ndonse rruga e Arbrit është e kalueshme, shembja e dherave dhe mungesa e energjisë elektrike në një nga tunelet vështirëson qarkullimin. Rreshjet e dendura të shiut kanë sjellë probleme në rrugën e Arbrit duke shkaktuar shëmbje dherash në shkallën e Xibrit. Në segmentin nga tuneli Murrizi deri tek tuneli numër 2 në fshatin Shkall ka prezencë të lartë të ujit dhe në disa vende rrëshqitje dherash. Qarkullimi i mjeteve vazhdon normalisht, por fryrja e tokës si pasojë e rreshjeve të shumta ka bërë që në shpatet e malit të shpërthejnë burime ujit duke krijuar shëmbje të konsiderueshme dherash. Rritja nivelit të zallit të fshatit Zibër Murriz rrezikon argjinaturën mbrojtëse të rrugës në fshatin Shkall si dhe shëmbjen e urës së lagjes Metaj. Gjithashtu në tunelin numër 5 të rrugës së Arbrit që del mbi urën e Vashës mungon energjia elektrike në 90% të gjatësisë për shkak të dëmtimit të rrjetit ndriçues. Si rezultati i rreshjeve të dendura të shiut përgjatë gjithë natës dhe në vazhdimsi, situata në territorin e bashkisë Kukës ka problematika në disa akse rrugore që lidhin fshatrat me qytetin. Emergjencat civile atje bëjnë me dije se ka problematika të rrugëve lidhse në të paktën 4 fshatra dhe njësi administrative si Shishtavec, Zapod, Ujmisht e të tjerë, ndërkaq që rrugët janë të dëmtuara në Malzi, Kolç, Suroj dhe Topojan. Si rezultat i erës së fortë ka një dëmtim çatije të një ndërtese shkollore në fshatin Bele. Rrëshqitje dherash në rrugë ka edhe në disa fshatra të Tropojës dhe të Hasit, si në Nikoliq, Letaj dhe Kostur. Në njësinë administrative Fajza, si pasojë e rreshjeve të shiut, disa segmente rrugore ndodhen nën prezencën e ujit dhe në disa prej tyre janë konstatuar gërryerje. Problematika kryesore mbetet shkolla Tregtan për shkak të ujit të rezervuarit. Partia Demokratike denoncon me forcë dështimin total të institucioneve vendore dhe qendrore në menaxhimin e situatës së përmbytjeve që po godasin bashkinë Kurbin. Ndjekim nën kryetarin e parlamentit Agron Gjekmarkaj. Rrugën nacionale që lidh Mamursin me qytetin e Lakut, shikomi
lashës në një ishtu, gjendja e shumë problematike, të kalon dhe me mjetët të në arbitran. Njëjtën problem kemi edhe në hyrjen tjetër qytetit nga ana e Milotit, në hyrje të uzinës së lashës, që është një gjendje kaq shqetësuese për të lidhur me qytetin, por nuk është problemi kryesor, problemi kryesor janë banorët në zonën e Zhejes dhe në zonën e fshatrave të rreth, ku shkuqe buz, ku ujë ka hyrë nëpër shtëpia, shteti është inekzistent, shteti lokal është inekzistent, kryetarja e bashkisë nuk ras nga reagim as në Facebook minimalisht. Të pakën herën tjetër doli dhe tha që këto janë gjëra që ndodhen nga natyra, sa herë as nuk ka dalë që japë përpara solidaritetit të ndihmës qytetarëve. Ja lënë fajin shiut, ja lënë fajin borës, ja lënë fajin kushteve atmosferike, një ditë mund ja lënë fajin ozotit, por nuk jena të nevojë për në situatë që më ka ditur sot. Unë i bëjë dërgjegjes kësaj qytetare, çdo punonjës të bashkisë së lashtit, dhe një të respektuar, tani që vërtet gjendja është shumë çepuruar të ndërreme dhe të nuk përketohet që ato orë të natës. Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, vijoj me të tjera informacione. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato ka zhvilluar një takim me kreun e SPA Klodian Braho, ku ka garantuar mbështetje ndaj prokurorisë së posaçme. Në një postim në rrjetin social X, Gonzato shkruan se gjatë takimit e ka përgëzuar Brahon për arritjet e SPA-kut deri më sot. Theksova rëndësinë e vazhdimit të rezultateve të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, një element kyç për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Gonzato. Ambasadori i Bashkimit Evropian thekson se forcimi i kapaciteteve hetimore dhe garantimi i standardeve të larta në hetime dhe ndjekje penale janë vendimtare për konsolidimin e progresit dhe arritjen e rezultateve të qëndrueshme, duke shtuar se Bashkimi Evropian mbetet plotësisht i përkushtuar për të mbështetur SPA-kun dhe sundimin e ligjit në Shqipëri. Sali Berisha intensifikoi akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar përgjegjës për shndërrimin e Shqipërisë në narkoshtet dhe duke kërkuar largimin e tij të menjëhershëm nga detyra. Sipas Berishës, Rama është përgjegjës për shpopullimin e vendit, kapjen e shtetit dhe manipulimin e proceseve zgjedhore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama në konferencën për shtyp Kryedemokrati. Deklaroi se shefi i qeverisë është përgjegjës për shpopullimin e vendit, për shndërrimin e Shqipërisë në një narkoshtet, duke drejtuar kartelet më të fuqishme të kokainës në Evropë, e ku në disa aspekte Shqipëria ngjan me Venezuelën. Vërtet gjeografia është krejt tjetër, vërtet përmasat janë të ndryshme, vërtet rezervat e naftës janë të ndryshme, por ngjashmëria midis Ramaduros dhe Maduros janë identike, vëllezër siamez, në raport me drogën, në raport me demokracinë, me shtypjen, në raport me qytetarët dhe interesat, grabitin e tyre. Ndaj dhe i them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë, jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin. Se çfarë din shqiptarët të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen. Berisha akuzoi kryeministrin Rama dhe zëvendësen e tij Balluku se po shkatërrojnë, falsifikojnë, manipulojnë dokumente si në dikasteret dhe në agjencitë në varësi. Këto janë akte jashtëzakonisht të rënda dhe antikushtetuese. Edi Rama me makinerinë e tij të shkatërimit dokumentave, falsifikimit dhe manipulimit s'mund të fsheh kur mbi 500 sa kontrata sekrete të firmosura nga Linda e Akshit me porosi të lindës Surrelit për kunatin e Florinjt. I pyetur nëse Partia Demokratike është gati të shkojnë në zgjedhje të parakoshme me Edi Ramën kryeministër, Berisha u përgjigj. Pa qeveri teknike për të përgatitur zgjedhjet, në zgjedhje nuk shkohet. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Ndaj dhe Partia Demokratike dhe opozita kërkon largimin e Edi Ramës, kërkon një qeveri teknike,
e cila të përgatit një proces zgjedhor të drejtë. Partia Demokratike paralajmëroi kallëzim penal ndaj kreut të kuvendit Niko Peleshi me pretendimin se nuk ka zbatuar afatin kohor për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e mandatit të Belinda Ballokut. Dështoi për të katërtën herë përpjekje e demokratëve për të mbledhur Këshillin për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin për çështjen Balloku. Përgjegjësia sipas Gazmend Bardhit bie mbi kryetarin e kuvendit Niko Peleshi për shkelje të rregullores së parlamentit. Për këtë arsye, kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike paralajmëroi se kryeparlamentari do të kallëzohet për shpërdorim detyre. Çdo sekond vonesë nga thirrja e mbledhjes nënkupton shpërdorim detyre pra kryerjen e një krimi nga ana e kryetarit të kuvendit, i cili në kundërshtim me rregulloren ka vendosur të bëhet palë për të penguar drejtësinë. Këtë të martë, Këshilli duhet të ishte mbledhur për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballokut, e cila sipas Bardhit ka vjedhur rreth 1.1 miliard euro. SPAK ka provat që faktojnë abuzimet, por se kryeministri Edi Rama sipas Bardhit, i gjetur në shkelje të ligjit, po mbron krahun e tij të djathtë. Nuk ndodh kurrë në asnjë vend demokratik që kryeministri tulet me një biznesmen se ku t'i ketë pronat e veta, edhe thot to miliardat e lekëve të shqiptarëve do i marri ky dhe këto miliardet e tjera do japësh këtij dhe këto tenderin këtij edhe ato rrugën atij. Nuk ndodh kjo në asnjë vend botës sepse shkelje flagrante e ligjit që sjell përgjegjësi penale. Bardhi një thirrje e drejtoi faktorit ndërkombëtar për të ndërhyrë në respektim të zbatimit të reformës në drejtësi, që e kanë mbështetur që në ditën e parë. Sot nuk është koha më të heshtë, do duhet kërkoj nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë që të shqyrtoj pa vonesa kërkesën e prokurisë. Në kushtet kur Kuvendit nuk mblidhet për të vendosur mbi kërkesën e SPAK, në ndërkohë Prokuroria Speciale ka mundësi që të arrestojë Belinda Ballokun në flagrancë. Prokuroria ka thënë që në vijim të hetimeve dhe nga përdorimi i metodave speciale të hetimit ka konstatuar që zonja Balloku është duke intimiduar dëshmitar dhe duke prishur prova, por nuk kam ndjeni nëse të prova janë të mjaftueshme për të urdhëruar arrestimin e saj në flagrancë. Opozita nuk dorëzohet, të njëjtën e kësaj jave do të kërkohet një tjetër mbledhje e Këshillit. Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj deklaron se antarët e Këshillit të Mandateve kanë detyrimin moral dhe institucional të garantojnë transparencë të plotë për dosjen me 16.000 faqe që rëndon mbi Belinda Ballokun, sipas tij qytetarët kanë të drejtë të dinë të vërtetën. Ka ardhur momenti që deputetët e opozitës të shkelin ligjin. Duhet të bëjmë publike dosjen me 16.000 faqe me fakte dhe prova që tregojnë që Belinda Balloku është e korruptuar dhe duhet të arrestohet. 5 antarët e Këshillit të Mandateve kanë të paktën 2 javë që kanë të dosje dhe duhet ta bëjnë publike, sepse është e vërtetë që shkelin ligjin, por në fund të fundit edhe një protestues kur përplaset me policinë shkel ligjin. Dhe mos harrojmë që Edi Rama po shkel ligjin duke mos lejuar arrestimin e Belinda Ballokut. Dhe nuk ka asgjë të keqe nëse përfaqësuesit e opozitës shkelin ligjin në interes të qytetarëve shqiptar. Nëse nuk duan ta bëjnë ata, le t'ja kalojnë këto informacione, këtë dosje me 16.000 faqe mediave dhe merren mediat, sepse nuk mund të presim që Edi Rama të lejojë arrestimin e Belinda Ballokut. Nuk ka për ta bërë kurrë, sepse e di shumë mirë që pas Belinda Ballokut radhën e ka ai. Ka ardhur Rrjeti investigativ BIRN shkruan se grupet kriminale shqiptare kanë forcuar ndjeshëm pozitat e tyre në tregun europian të kokainës, duke kontrolluar hallka kyçe të zinxhirit të furnizimit nga Amerika Latine deri në portet kryesore të Bashkimit Evropian. Hetime penale dhe dokumente gjyqësore të analizuara nga BIRN, të mbështetur në të dhëna të dekriptuara nga aplikacioni Sky ECC, hedhin dritë mbi shtrirjen dhe fuqinë e këtyre rrjeteve transnacionale. Grupet kriminale shqiptare janë shllërruar në një nga aktorët më të fuqishëm në tregun evropian të kokainës, duke kontrolluar segmente kyçe të zinxhirit të furnizimit nga Amerika Latine deri në portet kryesore të Evropës. Kjo del nga hetime të gjëra penale dhe dokumente gjyqësore të shqyrtuara nga BIRN, të mbështetura edhe në të dhëna të dekriptuara nga aplikacioni i koduar Sky ECC.
Mesazhet e zbërthyera nga Sky ECC zbulojnë se rrjetet shqiptare kanë trafikuar 10 ton kokainë gjatë viteve të fundit me një vlerë tregu prej miliarda eurosh. Vetëm në një periudhë të shkurtër, nga fundi i vitit 2019 deri në fillim të vitit 2021, dyshohet se janë futur në Evropë sasi rekord droge, duke thyrë standardet e mëparshme të trafikut. Birnë shkruan referuar hetimeve se grupet shqiptare operojnë si rrjete fleksibël transnacionale, të ngjashme me kompani shumë kombëshe, ku rolet janë të ndara dhe aktiviteti drejtohet shpesh nga jashtë vendeve të origjinës apo destinacionit të drogës. Ekspertët thonë për Birnë se këto rrjete nuk funksionojnë si organizata klasike hierarkike, por si ofrues shërbimesh kriminale, duke u përfshirë në financim, logjistik, transport, korrupsion në porte dhe pastrim parash. Prania e tyre është veçanërisht e fortë në porte si Anvers, si Rotterdami dhe Hamburgu, si dhe në vende të BE-s, ku zhvillohet shpërndarja. Birnë shkruan se strukturat kriminale shqiptare mbeten elastike dhe të vështira për të çmëntuar, ndërsa Shqipëria vijon të luajë rol të rëndësishëm, kryesisht në pastrimin e të ardhurave kriminale, me pasoja serioze për ekonominë dhe shtetin ligjor. Për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në balkanue.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë shihemi në edicionin e radhës.